që do të thotë që mund të kenë mungesë edhe të vaksinimit, kur përmendim elementin bazë. Sa kohë që nuk kemi një certifikat zyrtar, e cila administrohet në kartelën e punonjësit, kartelën shëndetësore të punonjësit, dhe shpesh herë këto kompania nuk i kanë këto kartela, por edhe kur i kanë nuk verifikohet një kartelë e tillë, sepse nuk është detyrim ligjor, po themi, kërkesë specifike autoriteteve vendase. Kjo na krijon problematika të shumta në lidhje me garancinë e qytetarëve për të ofruar shërbim shëndetësor cilësor. Madje kjo jo vetëm për të huajt, por duhet një garanci ciklike edhe për punonjësit shqiptar, të cilët ofrojnë shërbime drejt për drejt me qytetarin, siç është ai i shërbimit të kamarierëve, apo guzhinierët, apo punonjësit stafi në kuzhinë, sepse janë punonjës që kanë drejt për drejt rrezikshmëri dhe potencial infektimi, apo të fast foodeve e kështu me radhë, sepse janë potencial infektimi, pasi një patologji që ato e mbartin, mund të përhapin duke u kthyer në një bombë infektuese ndaj komuniteteve të caktuara. Siç ishte edhe rasti i Gramshit, po themi, ku fëmijët e vegjël të një kopshi rezultuan të gjithë nga një patologji e caktuar, dhe është një komunitet i vogël, fare i vogël, i një kopshti, i cili kthehet në infektues për gjithë komunitetin që e frekuenton ata. Të tilla situata kemi parë shpesh në territorin e vendit tonë, diku ka qenë një kopësht, diku një lagje, nga një vatër infektuese e ujit pishëm e kështu me radhë, të cilat kthehen në probleme shëndetësore dhe kërkojnë zgjidhje duke pasur, po themi, ndërhyrjen e autoriteteve shëndetësore vendore, të cilat duhet monitorojnë më mirë, po themi, infrastrukturën e shërbimit, por patjetër edhe standardet që bizneset i ofrojnë qytetarëve në raport me cilësinë e shërbimit të tyre.